ne kishim diskutim në grup, kishim diskutim në kryesi dhe kjo nuk është fare temë, për sa i përket raportin me drejtsinë e re, ne kemi pasur të qartë, kemi të qartë që nuk ka një linjë, nuk ka dy linja dhe një linjë të re. Ka një linjë cila është mbrojtja e asaj drejtësie, ka qenë një linjë që e projektoi, ka qenë një linjë, po e njëjta linjë që e mbështeti, ka qenë një linjë që e donon, e mbron, e donon, e mbron, garancia vetme që ajo drejtësia e re të funksionojë. Dhe sot prap jemi në këtë fazë, pra nuk kemi asnjë koment përsa i përket atë mënyrë se si ata gjykojnë. A jeni të gjithë të kënaqur për gjërat apo kanë këndvështrime të tyre, po s'na takon, ne bëjmë detyrën tonë, dhe detyra është që të mbështesim këtë drejtësi të re, sepse njerëzit e duan këtë drejtësi të re. Edhe Shqipërisë dhe në procesin e integrimit i duhet ky raport me drejtësinë e re. Skënder. Tani mënyra si e shef zoti Klosi është mënyra si e shef zyrtarisht ai që është establishmenti në Shqipëri, pra pushteti. Por rastia ka sjellë që ky pushtet të jetë njëkohësisht i njëjti me atë 10 vite më parë, kur edhe reforma në drejtësi filloi kapitujt dhe filloi të miratohet, morin parim votën e 140 deputetëve dhe më pas kaloi i gjithë korpusi. Tani çfarë shohim ne pas 10 vitesh? Dhe natyrisht unë e mirë kuptoj zotin Klosi që tregohet i vetë përmbajtur, sepse realisht ka folur kryetari i partisë sa për të gjithë bashkë dhe nëse i hym asaj se çfarë ka thënë, realisht Rama ka thënë gjëra shumë të rënda këto muaj ndaj institucioneve të drejtësisë speciale. Dhe për çështje madje edhe shumë konkrete, duke filluar me çështjen Balluku, po edhe me çështje të tjera, me çështjen Veliaj, po edhe në parim, me mënyrën se si trajtohet paraburgimi, dhe sot ndodhemi një periudhë kur... Të rënda apo të rëndësishme? Të rënda dhe të rëndësishme, të dyja. Dhe për mendimin tim, të vonuara. Kam thënë këtë studio, besoj t'je kujton, shumë vonë, shumë pak. Pse? Sepse nuk duhet të shohësh vetëm raportet në lidhje me paraburgimin që kanë nxjerrë institucionet ndërkombëtare. Nuk ka nevojë të shohësh edhe ndërhyrjen e vonuar, por domosdoshme, gjykatës lartë për çështjen e paraburgimeve. Nuk ka nevojë të shohësh edhe pakënaqësitë e të hetuarve dhe të pandehurve konkret, jo vetëm zyrtar të lartë, por të gjitha niveleve, për mënyrën se si 10 vite më parë fillonte një proces ku sot po shohim se vettingu ka qenë fake në një pjesë të konsiderueshme, jo të vogël, me faula jashtëzakonisht të rënda dhe me persona që nuk do të duhet ishin fare në atë godin që quhet drejtësia speciale. Fare. Pse? Sepse kanë dalë atë fakte që ne nuk i dinim gjatë rrugës dhe janë sjellë në një mënyrë të tillë organet përkatëse që kanë filtruar njerëz që s'do të duhet i filtronin. E dyta, po zbulojmë se në bazë të asaj që është miratuar edhe me dorën e zotit Klosi dhe besoj një përgjegjësi politike e ka maxhoranca në këtë pikë, që këtu janë shuar shanset për të pas proces gjyqësor. Në qoftë se në sallën e gjyqit e kam thënë, do ta përsëris gjithmonë këtë tryezë. Me që është zoti Klosi këtu, po e them edhe një herë. Në qoftë se në sallën e gjyqit akuza ka dorë të fusë nën përgjim, pra të intimidoj, të gjitha palët e tjera që ndodhen në atë sallë, ku de jure i zoti i sallës quhet gjyqtar, po de facto del një tjetër që është si thosh pika gravitetit. Pando te vendimi i gjykatës kushtetuese. Po kjo këtu pastaj nuk ka drejtësi, këtu ka ndëshkim. Nuk është i keq dhe ndëshkimi në rastet caktuar, po ne po të shkojmë drejt Evropës. Ne nuk shkojmë drejt ndëshkimit. Ne po përpiqemi të shkojmë drejt standardit. Dhe në 10 vite, edhe me tolerancën, edhe me atë ndrojtjen, edhe me pasivitetin e kësaj partie që është autoria de facto e reformës,